Ka nisur sot faza e dytë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe në nivel ZVA me pjesëmarrjen e të gjitha shkollave nëntëvjeçare të Shkodrës. Kjo fazë sjell edhe risi në formatin e konkurimit, ku nxënësit do të garojnë në disa kategori si kartolina e librit, debati dhe projekti. Sot filloi faza e dytë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Janë të përfaqësuara të gjitha shkollat e zyrës vendore arsimore, qofshin publike, qofshin private. Klasat e 9-ta janë ato që do i nënshtrohen kësaj gare. Në fakt është faza e dytë që vjen pas një faze të parë që është zhvilluar në nivel shkolle mes klasave të 9-ta dhe aty ku ku kemi vetëm një klasë të 9, pra nuk ka qenë rivalitet mes klasave, kemi patur ngritjen e grupeve të nxënësve që kanë konkuruar. Tani shkollat përfaqësohen me ekipet e tyre. Risia këtë vit është e përcaktuar se çka do konkurohet dhe për çka do të garojnë, është kartolina e librit, debati, projekti dhe pastaj edhe pyetje të ndryshme që i kanë hartuar dhe i kanë ngritur grupi i punës. Drejtoria ZVA Shkodër Brisela Kadia shpreh se qëllimi kryesor i këtij konkursi është theksimi i rëndësisë së gjuhës në një kohë kur ajo përballet me sfida të shumta, si ndikimi i teknologjisë dhe përdorimi i shtuar i gjuhëve të huaja në komunikimin e përditshëm. Ditët e sotme, ruajtja e gjuhës shqipe vazhdon të jetë sfidë dhe qëllimi kryesor i këtij konkursi ky është në mënyrë që të ruhet gjuha shqipe, të ruhet identiteti jonë kombëtar. Është sfidë pasi sigurisht janë gjuhët e huaja ato që janë pjesë kryesore e komunikimit mes nxënësve tanë, por sigurisht janë edhe ato shkurtimet e fjalëve që shpesh herë nxënësit kur arrin një farë niveli nuk ja dinë edhe kuptimin e shkurtimeve dhe pikërisht qëllimi i këtij konkurimi është që çdo fjalë e gjuhës shqipe të jetë e shkruar dhe e sqaruar qartë kuptimi i saj. Konkursi do të zgjas 4 ditë ku nxënësit do të kenë mundësi të shprehin aftësitë e tyre në përdorimin e saktë dhe të pasur të gjuhës shqipe.